mjaftojnë 10.000 hapa dhe ju ndryshon jetën. Pra, sipas specialistëve dhe biologëve, ju mjaftojnë 10.000 hapa çdo ditë për të ndryshuar disa parametra të trupit tuaj. Dhe unë po ja u tregoj, t'ja u përsëris sepse ju dua fort dhe është mirë që t'ja u kujtoj. Atëre, sipas specialistëve, mjaftojnë 10.000 hapa, që janë parafërsisht rreth 4 kilometra. 10.000 hapa, ne disa prej jush padyshim bëjnë dhe më shumë, por 10.000 hapa mjaftojnë që janë mesatarisht tash 4 kilometra. Dhe unë besoj që 4 kilometra i bëni çdo ditë, apo jo. Nëse nuk i bëni, filloni nga sot, sepse çfarë bëjnë 4 kilometra, ose më mirë 10.000 hapa? Pikë së pari, rregullon frymarrjen. Pra, duke lëvizur, rregullon frymarrjen sepse ne duke ndejtur gjithmonë ulur, disa për shembull që punojnë nëpër zyra, e kanë të pamundur që të ecin, por duhet insistoni që të ecni, sepse frymarrja është thelbësore. Me anë të frymarrjes së pari njëherë duhet të marrim frym me hund dhe jo me gojë. Dhe kjo është pika e parë. Pika e dytë është glicemia. Rregullon glicemin, rregullon qarkullimin e gjakut, pra 10.000 hapa, ose mirë 4 kilometra. Njëkohësisht rregullon edhe tonifikon trupin në përgjithësi. Madje rinfreskon memorien, rinfreskon trurin e njeriut, mjaftojnë 10.000 hapa, 4 kilometra. Bile, nëse do të ecni 4 kilometra çdo ditë për 6 muaj, pra në krye të 6 muajve, do shikoni që do tonifikoj trupin, pra do të bëheni më muskolor. Madje në fund të vitit, nëse do të ecni 4 kilometra, mjaftojnë thash 4 kilometra, do të shikoni që do të humbisni pesh. Pra, për 4 kilometra, ju keni parandaluar, pra nëse do të ecni 4 kilometra çdo ditë, në krye të vitit keni parandaluar 20% të sëmundjeve. Sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të ndryshme që mund të paraqiten, shkak me fjalë efektit domino, sepse nëse ke një problem për shembull të këmbës, të kokës, të krahut, apo të stomakut, apo ku ta di unë, ai mund të përshpejtohet, ajo sëmundje mund të përshpejtohet pikërisht pra nga mospatja e lëvizjes, para e energjisë trupore. Duhet të dini që çdo qelizë e trupit ton është si një bateri. Dhe të gjitha këto bateri, për t'i vënë në funksion, jemi të detyruar me fjalë që të ecim. Kjo është natyra e njeriut, të ecim. Dhe ndonse dikush prej jush, siç thashë më përpara, nuk e bën, është mirë që ta bëni që sot. Ju, sa ecni në ditë? Dhe pse shqiptarët janë më të tonifikuar, më muskolor? Keni vëre? Doja t'ju pyesja, sa kilometra ecni çdo ditë? Pres komentet tuaja ta diskutojmë, sepse kështu që të